Jam parajush si kryeshef ekzekutiv i KMDK-s për të adresuar një çështje me rëndësi të madhe për ndërmarrjen tonë. Gjetjet e raportit të fundit nga zyra kombëtare e auditimit lidhur me menaxhimin e një kontrate të kaluar në ndërmarrjen tonë. Dua ta them qartë dhe me transparencë të plotë që kjo kontratë është inicuar dhe zbatuar nga menaxhmenti i mëparshëm para se unë të merrja këtë pozitë. Megjithatë, si kryeshef ekzekutiv aktual i kësaj ndërmarrje, pranoj plotësisht përgjegjësinë time për të siguruar që këto çështje të adresohen, që llogaridhënia të zbatohet dhe masat korrigjuese të ndërmerren menjëherë. Auditimi ka zbuluar parregullsi serioze në një kontratë për mirëmbajtjen dhe riparimin e deponive sanitare dhe stacionit të transferit, duke përfshirë tejkalime të mëdha të kostove të kontraktuara me një shumë prej 958.189 euro, shumë më tepër se sa kufit që ligji i prokurimit i lejon. Mospërputhje me rregulloret financiare dhe të prokurimit që kanë çuar në shpenzime të panevojshme dhe jo efikase. Mungesë e mbikëqyrjes adekuate, duke rezultuar në pagesa për punë të paplota, të padokumentuara ose të pajustifikuara. Miratimet pa autorizuara për shërbime, pa nënshkrimet e nevojshme apo mbikëqyrjen e komisioneve përkatëse në ndërmarrje. Këto gjetje janë shumë shqetësuese për ne dhe kërkojnë veprime të menjëhershme për të mbrojtur fondet publike dhe për të rikthyer llogaridhënien dhe për të forcuar qeverisjen në ndërmarrjen tonë publike. Në dritën e këtyre gjetjeve, dua t'ju siguroj që po ndërmarrim hapa të sigurt dhe transparent për të rregulluar këto çështje dhe për të garantuar që ato nuk përsëriten kurrë. Po bëjmë rishikim të plotë të brendshëm, gjë që e kam bërë prej ditës kur jam emëruar për të shtuar masat e kontrollit të brendshëm dhe si pjesë e këtij angazhimi është edhe ky auditim dhe gjetjet që ky auditim i ka bërë. Kemi bashkëpunuar në vazhdimsi me institucionet relevante dhe jemi duke bashkëpunuar me gjitha institucionet, qofshin ato zyra kombëtare e auditimit, institucionet e rendit dhe ligjit, Agjencinë kundër korrupsionit dhe çdo institucion tjetër relevant për të ndihmuar në hetimin e kësaj çështje. Jemi duke bërë ristrukturimin e ndërmarrjes për të rritur efikasitetin dhe efektivitetin në kryerjen e shërbimeve tona dhe për të përmirësuar kështu edhe qeverisjen e përgjithshme të ndërmarrjes. Do të zbatojmë trajnime të detyrueshme mbi etikën profesionale dhe pajtueshmërinë ligjore për gjithë ekipin e prokurimit, financave, të menaxhimit të kontratave, duke siguruar kështu që KMDK të funksionojë me transparencë të plotë dhe në pajtueshmëri ligjore. Jemi duke përmirësuar sistemin tonë të raportimit të brendshëm në mënyrë që institucionet dhe publiku të shohë se ku dhe si po shpenzohen fondet publike, duke garantuar që operacionet tona të mbeten plotësisht transparente. E kam një mesazh për publikun. E kuptoj që raportet të tilla e dëmtojnë rënd besimin e publikut në institucionet publike. Edhe unë nuk e marr këtë çështje me lehtësi, por më lejoni ta them qartë që KMDK-ja nuk është KMDK-ja që ka qenë përpara. Në drejtimin e kuadrit aktual menaxhues, kjo ndërmarrje është e përkushtuar ndaj transparencës, llogaridhënies dhe menaxhimit të përgjithshëm të pasurive publike. Nuk do të tolerojmë në asnjë formë shpërdorimin e fondeve publike, jo efikasitetin apo korrupsionin në asnjë nivel të ndërmarrjes. Do të mësojmë nga e kaluara, do të rregullojmë gabimet dhe do të ndërtojmë një ndërmarrje publike më të fortë dhe më të përgjegjshme për të tashmen dhe të ardhmen e pastër të vendit. Për qytetarët e Kosovës, ju meritoni më mirë. Dhe ju premtoj se do të korrigjojmë gabimet e së kaluarës dhe do të sigurohemi që fondet publike, fondet tona të përbashkëta, të shpenzohen me mençuri dhe me efikasitet për të mirën e të gjithëve. Dua ta theksoj edhe një herë që këto gjetje të auditorit janë për një kontratë e cila është inicuar dhe realizuar përpara se unë të vija në këtë pozitë. Por sot e ripohoj angazhimin tim për të udhëhequr KMDK-n me integritet, llogaridhënie dhe transparencë. Ne do të ndërmarrim veprime të shpejta dhe domethënëse për të siguruar që problemet si këto të mos ndodhin kurrë më në ndërmarrje. Ju ftoj të na mbani përgjegjës,
të ndiqni përparimin ton dhe të besoni se ndryshimi tashmë po ndodh. Sot e kemi pas takimin e menaxhmentit në mëngjes për ta trajtuar këtë çështje dhe kemi marrë një varg vendimesh. E para dhe më e rëndësishme është që të sigurohemi që gjërat e tilla të mos ndodhin më kurrë, të arrisim kontrollin dhe të sigurohemi që kjo mënyrë e menaxhimit të kontratave mos ndodh më kurrë në këtë ndërmarrje. Pikë dyti, kemi identifikuar personat përgjegjës, një pjesë e cilëve nuk janë më në ndërmarrjen tonë, ku hyn ish kryeshefi, ish drejtori i prokurimit, ish menaxheri i kontratës, i cili ka bërë edhe specifikat, si dhe personat zyrtarë, cilët janë ende në ndërmarrjen dhe kemi vendosur që të bëjmë menjëherë suspendimin e personave, të gjithë personave që kanë qenë në nivelin e parë. 5 zyrtarë janë tash në ndërmarrje dhe 3 nuk janë më në ndërmarrje. Ne jemi duke konsultuar me persona adekuat të ligjit, me jurista për të parë hapat e radhës që duhet t'i marrim si ndërmarrje për llogaridhënie dhe për kthimin e dëmit që i është bërë ndërmarrjes, nëse ajo konfirmohet.